Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pranohen dorëheqjet e prokurorëve serb nga ushtruesi i detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. Përmes rrjeteve sociale Haxhiu njoftoi se nënshkroi dekretet për lirimin nga detyra të 7 prokurorëve nga komuniteti serb, duke përmbyllur zyrtarisht procesin e nisur me dorëheqjet e tyre në vitin 2022. Ky veprim vjen një ditë pasi Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjet e dorëheqjeve. Haxhiu deklaroi se vendimi është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ajo theksoi se askush nuk mund të pengojë funksionimin e institucioneve apo të krijojë paqartësi juridike përmes proceseve të papërfunduara. Haxhiu deklaron se shteti do të vazhdojë të veprojë në mbrojtje të rendit kushtetues dhe integritetit institucional. Këshilli Prokurorial i Kosovës refuzoi kërkesat për tërheqjen e dorëheqjeve të 5 prokurorëve dhe 15 anëtarëve të stafit mbështetës të komunitetit serb për të rikthyer në sistemin prokurorial të Kosovës. Po ashtu në këtë takim Këshilli shfuqizoi vendimin për pezullimin e pagave për prokurorët dhe stafin mbështetës serb. Ish prokurorët serb kishin kërkuar që të mundësojë rikthimin në vendet e tyre të punës, pasi kishin dhënë dorëheqje në nëntor të vitit 2022. Pasi përfaqësuesit serb u larguan nga institucionet e Kosovës në veri të vendit, Këshilli Prokurorial i Kosovës dërgoi tek presidentja emrat e 5 prokurorëve për lirim nga detyra. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë bën thirrje për marrjen e masave për garantimin e përfaqësimit të serbëve në institucionet e vendit. Reagimi erdhi pas dekreteve të ushtruesit të detyrës së presidentes Kosovës Albulena Haxhiu për largimin përfundimtar nga puna të 20 prokurorëve serb të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. Ambasada amerikane nënvizoi se Kushtetuta e Republikës Kosovës e garanton përfaqësimin e serbëve në institucionet e vendit. Ne presim që qeveria e Kosovës të sigurojë që serbët të kenë mundësi të barabarta dhe të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në jetën politike dhe qytetare, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë bën thirrje për integrimin e popullsisë shumë etnike në institucionet e drejtësisë. Reagimi i ambasadës vjen pas dekretimit të dorëheqjeve të 7 prokurorëve serb nga ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës Albulena Haxhiu. Ambasada rikujtoi se Mbretëria e Bashkuar kishte mirëpritur marrëveshjen për drejtësinë të vitit 2015, e cila integroi strukturat e veriut të Kosovës në kornizën ligjore, duke garantuar njëkohësisht përfaqësim të konsiderueshëm të serbëve. Po ashtu e vlerësoi se dorëheqjet masive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ në vitin 2022 përbënin një hap prapa duke dëmtuar interesat e qytetarëve të vendit. Bashkimi Evropian në Kosovë ka shprehur keqardhje për rënimin e shtëpive pranë liçenit Ujmani, duke ngritur shqetësime për respektimin e procedurës ligjore dhe duke bërë thirrje autoriteteve që të ndalin çdo veprim të mëtejshëm derisa të trajtohen çështjet ligjore dhe pronësore. Në reagimin e saj, Bashkimi Evropian thekson se rënimi i objekteve ndodhi në kohën kur banorët e prekur kishin përgatitur procedura gjyqësore brenda afatit të parapar. Sipas BE-s, raste të tilla, si dhe zhvillime të tjera në veri të Kosovës muajt e fundit, ngren shqetësime serioze për sundimin e ligjit. Delegacioni i BE-s kërkon ndërprerjen menjëhershme të çdo rënimi apo largimi të detyruar derisa të adresohen të gjitha çështjet ligjore. NATO e deklaron se është duke optimizuar gradualisht praninë e misionit të KFOR-it në Kosovë, por ka theksuar se çdo ndryshim do të bazohet në vlerësimet e sigurisë dhe mund të rishqyrtohet nëse situata në terren e kërkon. Reagimi erdhi pasi një media serbe kërkoi koment lidhur me raportimet e KFOR-it se synon të tërhiqet nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic dhe nga sigurimi i manastirit të Deçanit. Në përgjigjen me shkrim, një zyrtar i NATO-s rikujtoi deklaratën e mëparshme të aleancës duke theksuar se optimizimi i pranisë së KFOR-it do të zhvillohet në mënyrë graduale. Në fund të deklaratës, NATO e rithekson mbështetjen për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Politik. Në javën e parë të gushtit pritet të mblidhet seanca konstituive për Kuvendin e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentes Albulena Haxhiu paralajmëroi caktimin e kësaj date në fund të javës. I ka mbështetur dhe i kanë përshëndetur takimet që janë zhvilluar ndërmjet kryeministrit dhe kryetarit aktual të vetëvendosjes Albin Kurtit. Siç e dini, ai ka pasur 2 takime, njëra me Partinë Demokratike të Kosovës dhe tjetra me LDK-n. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të zhvillimeve të brendshme. Është shumë e rëndësishme që sa më parë këto takime të vazhdojnë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për çështjen e presidentit, apelon Albulena Haxhiu. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve nëse është duke pritur që Lidhja Demokratike e Kosovës të mbajë kuvendin e jashtëzakonshëm përpara se të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Kurti është pyetur nëse zhvillimet e brendshme në LDK përfshirë thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm janë pjesë e pritjes së tij përpara se të nisë diskutimet politike për formimin e institucioneve. Kryeministri, a jeni duke pritur për të qartësuar
qëndrimet e LDK-s për të vazhduar takimet apo cilat janë novat e radhës. LDK-ja ditëve të fundit është përfshirë në një proces të brendshëm pas kërkesës për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, ndërsa zyrtarët e kësaj partie kanë bërë të ditur se aktualisht janë duke zhvilluar procedurat për verifikimin e nënshkrimeve dhe delegatëve. Zyrtarët e lëvizjesve vendosje janë shprehur qarta si kundër rikthimit të Vjosa Osmani në postin e presidentes Kosovës. Deputetja e zgjedhur e lëvizjeve vendosje Arbëria Nagafsi e vlerësoi Vjosa Osmanin si kandidate jo konsensuale për presidenten e ardhshme të vendit. Ajo nënvizoi se kandidati duhet të jetë një person që nuk vjen nga skena aktuale politike. Sipas saj dhe vetvendosje ka emra konsensual për president ose presidente të ardhshëm të vendit, por ajo beson se emri i presidentit duhet të dalë nga negocimi me partitë që do të jenë pjesë e votimit. Deputetja e zgjedhur e PDK-s Ganimete Mysliu kritikoi kryeministrin detyr Albin Kurti lidhur me qëndrimet e tij për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Mysliu tha se Kurti intereson një president me rol të kufizuar politik dhe pa ndikim në vendimarrje. Kurti do më pas një marionet siç e ka Albulena Xhiun që e ka ushtruesit e detyrës për të kryer punët e tij, paralajmëroi Ganimete Mysliu. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës ka përmendur edhe raportet e Kurtit me ish presidenten Vjosa Osmani, duke thënë se përplasjet mes tyre kanë ardhur pikërisht për shkak të dallimeve rreth rolit të presidentit. Aktualitet. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pritet të jetë në fokusin e punës së prokurorit të shtetit në Kosovë, Zejnullah Gashi. Ai ka marrë pjesë për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës pasi mori detyrën në krye të institucionit. Në hapje të mbledhjes së 299 të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai theksoi se luftimi i korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë prioritet i mandatit të tij, duke zotuar se askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe se nuk do të ketë imunitet për askënd që bie ndesh me ligjin. Mënyra jone e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe besimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo në kupton që gjatë punës tonë të zhvillojmë time më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit me theks veçantë, korrupsion, nivelet të lartë, krimit organizuar edhe çdo formë tjetër të kriminalitetit. Gashi u bëri thirrje prokurorëve për profesionalizëm, integritet dhe varësi në ushtrimin e detyrës, ndërsa premtoi mbështetje të plotë për punën e tyre. Instituti i Kosovës për drejtësinë nis zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për nismën legjislative qytetare për ndryshimin e plotësimin e kodit penal. Me këtë nisëm do të kërkohet që mos zbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe përdorimi i paras publike për përfitim elektoral të parashikohen si vepra penale. Hulumtuesi i lartë Naim Jakaj tha se për procedimin e kësaj nisme në kuvend nevojiten së paku 10.000 nënshkrime, ndërsa synimi i institutit është që ky numër të jetë edhe më i lartë. Në një deklaratë për mediat, Jakaj tha se dy ndryshimet e propozuara kanë për qëllim forcimin e llogaridhënies, mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës Kosovës. Sociale. Shtohen rastet e personave të infektuar me fruth në Kosovë. Nga 16 prillit deri më 20 korrik raportohet për 69 raste. Më të prekur rezultoi në Prishtinë me 21 raste, më pas vijohet në Ferizaj dhe Fush Kosovë me nga 12 raste, Kaçaniku me 7, Lipjani me 3, ndërsa Vushtria, Shtimja, Drenasi dhe Obiliqi me nga 2 raste secila. Nga një rast është konfirmuar dhe në Podujev, Gjilan, Deçan, Skënderaj, Shtërbs dhe Viti. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje prindërve të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe të sigurojnë imunizim sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.